rezolutat ndërkombëtare të CDI, IDU, EPP kanë denoncuar publikisht dhe me germa të mëdha shtetin e Edi Ramës si një sipërmarrje e përbashkët me krimin e organizuar. Kjo është e vërteta e pamohueshme. Pasi ato janë njohur me qindra fakte të pakundërshtueshme, kanë konkluduar se shteti aktual shqiptar është një sipërmarrje e përbashkët me krimin e organizuar. Kjo është arsyeja ndër më kryesoret sepse komuniteti ndërkombëtar i Qendrës Djathtë i dënoi me dënim kapital me datën 30 prill 2025 zgjedhjet që do zhvilloheshin 10 ditë më vonë në Shqipëri. Cili do që lexon rezolutën e Valencias të censuruar në mënyrën më totale, po thuaj, nga mediat e qeverisë për shqiptarët, konstaton se ajo rezolut i thot opinionit publik ndërkombëtar dhe shqiptarëve se në Shqipëri nuk do ketë zgjedhje por farsë elektorale. Pra, kemi të bëjmë pse çfarë ka këtu. Kjo është e vërteta absolute. Si për asnjë zgjedhje tjera, unë nuk di në memorien e kohërave që një zgjedhje të dënohet 10 ditë para zhvillimit. Pse e them këtë? E them këtë sepse komuniteti ndërkombëtar kur nuk udhëhiqet nga paragjykimi. Ose thot, kur nuk ka siguri, thot ka dyshime. Thot ka dyshime. Por këtu nuk ka thënë ka dyshime. Ka deklaruar se Edi Rama po blen vota me lek, sepse ka parë vendimin e dhënjes pensioneve, e dhënjes 100 euro pensionistëve. Ka deklaruar se po blen vota me kanabis, sepse ka parë vendimin e dhënjes 138 licencave. Nuk ka deklaruar se do falë gjoba se ky vendim ishte 2 ditë të fundit. Pra, kemi të bëjmë me një vdekje të paralajmëruar të procesit zgjedhor dhe zhvillimin e paralajmëruar të një farse zgjedhore. Farse të plot zgjedhore, si zhvillohet në gjitha regjimet narkodiktatoriale. Një 11 maj do ndalem vetëm në një aspekt.